Një proces i nisur qysh para 3 viteve ende nuk përfundoi. Zgjedhja e përfaqësuesve të fshatrave dhe lagjeve të qytetit ndodhi veç në disa sosh. Gjysma e fshatrave nuk kanë kryetar legjitim. Në bazë të një rregulloreje të kuvendit, mandati i këtyre përfaqësuesve harmonizohet me mandat të kuvendit. Por si duket, kjo rregullore ende nuk gjeti zbatim tek pushteti i LDK-s. Kryetari Ferizajt, Muharrem Sfarqa, thotë se rregulloria duhet të ndryshohet, ndërsa ky proces do të vazhdojë këto ditë. Komuna e Ferizajt i ka kryetarët e fshatrave, të cilëve realisht nuk mund të konstatojmë në bazë të rregullores sa ju ka kalu mandati, nuk ju ka kalu, por ne po punojmë për ta nxjerrë një rregullore e cila ka qenë kështu në kuvend, e cila përcakton afatin e kryetarëve të komunave 4 vjeçar nga dita e zgjedhjes. Dhe jo ata siç ka qenë me mandat të kuvendit, për shembull nga rregulloria e kaluar. Dhe do të ishte normale që secili pushtet ta respektojë zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave për një mandat caktuar, që rregulloria parashet që do të jetë një mandat 4 vjeçar. Pikërisht me përfaqësues të fshatrave, edhe me pushtetar të Ferizajt, OSBE-ja kishte organizuar sot sërish debat për hartimin e buxhetit për vitin 2015. Në këtë takim ishin veç 7 përfaqësues. Ata patën rastin që me pyetje dhe kërkesa t'u drejtohen drejt për drejt krerëve të qeverisë lokale. Njëri nga ta ishte edhe Sabit Avdiu nga fshati Tërn. Ai thotë se të jesh përfaqësues i një fshati është përgjegjësi e madhe, pasi që shpesh kërkesat e adresuara nuk realizohen, ndërsa banorët kërkojnë llogari veç nga përfaqësuesi i tyre. Tëra i komunitet sot i ka kryetari i fshatit. Dhe tash komiteti nuk intereson se sa angazhohet kryetari, por komiteti intereson se sa po zbatohen projektet, sa po realizohen projektet, edhe sa po përmirësohet mirëqenia e qytetarëve të atij lokaliteti. Me rregulloret e kuvendit, procesi i zgjedhjes së kryetarëve të fshatrave filloi në fund të mandatit të PDK-s. Ky proces u pat përcjell me kritika të ashpra nga opozita atëhershme LDK-ja, duke quajtur si proces të politizuar, ndërsa prej ardhjes në pushtet tash e 2 vjet, këtë proces nuk arriti ta përfundoi në tërë territorin e komunës as LDK-ja. Aktualisht me përfaqësues janë vetëm 20 fshatra.